Partia Demokratike do të zhvillojë protestë kombëtare në 22 dhjetor para godinës së kryeministrisë për të kërkuar largimin e kryeministrit Edi Rama. Vendimi u lajmërua nga kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha gjatë mbledhjes së kryesisë, e cila theksoi se protestat janë strategjia kryesore e opozitës kundër qeverisë Rama. Me datën 22 do të thrasim protestë kombëtare. Ata shqiptarë që vinë, ata janë të bekur, të tjerë mund të mos vinë, do vinë më vonë, por ne kur nuk do bëhemi pengesë për kundrazi, nxitës dhe vetëm nxitës të protestave gjatë ditën e fundit që të krijohet qeveria teknike në këtë vend për zgjedhje të tjera. Agjendë tjetër nuk ka dhe nuk mund të ketë Partia Demokratike. Vendimi për protesta u miratua pasi gjykata kushtetuese pezulloi masën e sigurisë të vendosur nga gjykata e posaçme dhe ktheu në detyrë zëvendës kryeministren Belinda Balluku. Ne jemi para një realiteti shumë të zymt, pra një realitet të cilin vjedhja e shqiptarëve nuk ka ma frena. Është licencë se kjo që bëri me pezullimin e pezullimit, gjykata mori përsipër apelin dhe gjykatën e lartë dhe të pezulloi masën e sigurisë. Imagjinoni ju tani se çfarë ngelet themelit. Por paralelisht me protestat, Berisha lajmëroi radikalizimin e aksionit në parlament, duke sqaruar se Partia Demokratike do të ndërpresë çdo bisedim për reformën zgjedhore dhe territoriale. Sipas tij, sjellja e mazhorancës në rastin e avokatit të popullit, të cilën e votuan pavarësisht se opozita i tërhoqi firmat, tregoi se me Partinë Socialiste nuk mund të bisedohet. Dhe me këtë unë mendoj dhe insistoj, Partia Demokratike me këtë rast ndërpret çdo lloj negociate, çdo lloj diskutimi, debati për çdo lloj personi me palën dhunuese. Përfundke. Nuk mundet kurrë. Pjesë e mbledhjes së kryesisë ishte edhe Ervin Saliani, i cili ka nisur një lëvizje për hapjen e Partisë Demokratike.